Zotë Abilieka, ti i e bërë e një këtë ngjarje tani pas kaq sa orësh, po themi. Sa është, ja, zotëria di. A i e publikoj. Pas sa ditë? 40 orësh. Çfarë është mendimi tënd për këtë kontratë? 6 milion euro në një kompani shumë të fuqishme të kompaninë më të Donald Trumpit? Politikisht mendoj paka shumë si Erlindi. Pra, politika e majmunërisë, që ajë kushta ketë më mirë me të madhin, është më i miri në vendin e vetë, duhet marri fund. Nuk mund të paguajmë ne qimet e kokës në Shqipëri, që dalin fotografi me një lider të madh, ku nuk bindim do të shqiptarët për ofertën tonë. Dhe mendoj që pavarësisht se PD është viktim e një lobimi dhe një korupcioni, dhe një akti si me Goni Gali, për të gjitha, edhe për hetimin e Ruzim Bashës, edhe për akuzat për parat ruse e tjera, mendoj, edhe pse Berisha pretendon që është viktim e një lobimit Sorosit për Pronongratën, nuk mendoj që rruga për të zgjidhur këtë është rruga e lobimit në shpenzimit parave për të bindur një administrat të re dhe për të thënë pastaj që shiko, ata ishin me Ramën ata tjerët, këta janë me ne kundër Ramës. Ne jemi në fund fare në raportet me një sekund, ta më rëpë. Ta hap në një mënyrë tjetër. Raportet me një vënd që Amerika, në një vënd madh, ne jemi shtet, nuk jemi parti politike. Në qoftë se sillemi si parti politike, atëherë ne kemi parë që kemi dhe fund shtetit tonë, dhe i kemi dhe në shdo vëndit në trajtoj mundësin të në trajtoj kështu. Jemi okej, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur një... Ka dhe diçka. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur një qeveri... Dhe për të mbështetur këto, ose atë, palë. Enton, duhet ta vesh edhe në kontekst, po flet për një parti politike që përmes lobimit u izolua. Izolua përmes lobimit. Dhe me qenë se u izolua përmes lobimit, mund gjende një mënyrë reagimi që nëpërmjet diplomacisë të shirohej, dhe të mos ishte më izoluar. Për shembull, pa lobuar fare bashkimi që bëri me grupin tjetër, Partia Demokratike, jo vetëm që i tha vurën, po e riktheu në Partinë Popullore Europiane, e riktheu në aktivitetet në brenda BE-s, fitoi 2-3 rezoluta ku morën pjesë edhe Partia Republikane Amerikane, apo dhe këto ishin pa lobim. Çfarë ishin këto? Duke treguar që ti pa lobim me lek, se lobim me... Ajo është diplomaci, lobim është kur kërkon parat. Po lobimi quhet flasë për para. Pra pa paguar para. Që ka dëna që është paguar pagesa e parë për 750.000 USD është kryer. Po pra, e tham. Po pra, shkruaj. E nuk është raportuar rende burimi. Sigurt është. Raportohet atje, pra jo pranuar. Se po përpiqesh të thoja çfarë. Kontrata thotë që pagesa për 3 muaj bëhet automatikisht në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate. Pra, që në qasti që është hedhur firma, presupozohet, sipas kontratës që është paguar tarifa për 3 muaj. Tani ne burimin nuk e dim, por Partia Demokratike thot që... Atëre si ka mundësi të ndalohet spaku për ta hetuar këtë gjë? Po se ky është i transakcion që ndodh atë jashtë. Po çfarë lidhje ka? Nuk ka jurisdiksion. Por ai duhet ta regjistroje. Prokuroria posaçme, ylli nuk ka jurisdiksion. Po flasim për një kompani shqiptare. Shërbim që ndodh në Amerikë. Kodi zgjedhor i Republikës Shqipërisë kërkon transparencë dhe deklarim të plotë të fondeve të partive politike. Po nuk është për zgjedhjet, është lobim, nuk është për zgjedhjet. Pse lidhi me zgjedhjet? Ligji shqiptar kufizon donacionet në një burim nga një burim i vetëm në shumën për 1 milion lek gjatë fushatës. Dakord. Gjatë fushatës. Dakord. Para gjatë Po jo, po, ton beten. E para gjatë fushatës. Pra, kufizimi është... Ku lidhet shërbimi me fushatën këtu, pra, kjo është çështja. Ka një pikë ku nuk lidhet dot, pavarësisht se ne nuk kuptojmë si ku ka efekt. Efekti është ligjor në shkruajnë që po që se beni për të relativizuar këtë gjë, ka relativizim duhet ajo është ligjeri që ka i aty me thënë të drejtën nga mënyra... Se ka marrë akoma fjalën. Po mos cilën fjalë se si ke ardhur këtu si avokat. Unë kisha thirë Belindi në vëndën, po ti duket tamam Belindi s'erdi, prandaj të punë. Jo s'merdi, se erdi të gjithve. Okej, pra. U daluan të gjithë, po ti ke ardhur në vënd Belindit, mirë ke bërë. Tani. Po. S'është keq të bësh opozitën, po jo. Po them tani ca gjëra të tjera se ngelëm tu. Jo, po bëj opozitën kur duhet ta bësh, ore, se ti bën qeverinë shpesh dhe tani nuk bën opozitën. Po ç'a duhet bëj sot? Mandaj ti. Jo, unë s'ta ndaj, unë po dëgjoj dhe po më habit. Unë se kam sepse po thua gjëra shumë. Jo,
Unë dyshoj. Gjërat çuditshme. Dyshoj të këtë që thua. Nuk kupton. Po ta kuptosh nuk është e çuditshme. Pra unë po të them që efekti financiar. Unë një gjë e kuptoj qartë. Kur njeriu do të thotë vërtet atë që është dhe she, dhe kur njeriu ka një objektiv që të thot flas ndryshe. Okej. Lobimi nuk blen gjë. Lobimi blen vetëm rrugën për të shkuar Te veshi. tek veshi. Dhe i thua që kështu është e vërteta. Po blen rrugën për të shkuar. Pastaj, se sa do ndodh, se çfarë do ndodh, nuk e blen, ai nuk e shet. Në gradën ose jo. 2 vjet do të duhen që ti shkoj te veshi, 2 vjet lobim për të shkuar te veshi, po kjo s'ka sens. Si këta që Pra dalin të bësh kontratë 2 vjeçare që ti çosh te veshi aty. këta që dalin me para. Rri logjika. Don të velia që ditën me para në burgu. Unë di, lobimi nuk bëhet për të blerë, sepse po të blej lobimi është korrupsion. Jo, unë e thash është Paguan para aq. Qofse të bëjmë pyetje të thjeshta fare. Sekond të flasim. Mbaroj edhe të bëjmë pyetje të thjeshta, po që ta kuptoj edhe unë. Pagesat si ajo e me Gonigarit janë korrupsion për të marrë një hetim. Që bëri Rama nëpërmjet atyre dhe e thanë ata, e pranuan. Kjo është korrupsion, nuk mund, lobimi është tjetër çështje. Lobimi është që ti të kesh mundësinë, ti paraqesësh gjithë faktet e tua, gjithë pretendimet e tua, personit që është objekti i lobimit, Trumpit, kur i unë kujduan të çon ata, për një çështje të caktuar. Okej. Në qoftë se çështja e tyre është vetëm në ngradë e Berishës për 2 vjet, ata mendojnë që kjo bëhet për 2 vjet. Unë nuk e di, unë se di, unë s'jam as për doja. As kontrata se thot saktësisht Tani unë kam një pyetje më të përgjithshme se kjo. Anton. Ja, Antoni në fillim dhe pastaj kalon. Garanton që në ngradë. Po flet këtë gjë. Kam një pyetje shumë të përgjithshme për ty sa. Shiko, unë kam qenë nga njerëzit me programin që unë bëj, që s'kam qenë absolutisht dhe ti ke qenë pjesëtar i emisionit, atë që tha dhe Preç. Edhe Preç nuk ka qenë dakord për shpalljen e Sali Berishës në Ngrada. Domethënë mund të shpallësh sa të duash e gjithë të vi rada e Sali Berishës. Kjo ka ndodhur tani. Po kjo tani Shtetet Bashkuara të heqin kështu o zotëri. Pa marr para avokatit Trumpit. Çfarë do të thënë kjo? Do të thënë duhet të marr disa para. Kjo si ata që lirojnë nga burgu pse? Të lirojnë nga burgu me lekë. Po e blen pra, po e blen. Po e blen. Ideja që thotë që nuk e di. Me që po flasun, me që po diskutoj për identime, ta them unë atë? Thuaj. Pra, është kjo, që Shtetet Bashkuara të rihapin një dosje të një politikanin shqiptar me 2.4 milion banor shtet dhe ta rishurtojnë është pothuajse zero në parim. Në qoftë se ai do vinte në pushtet dhe do bëj kryeministër, do imponoj, atëherë kjo mund të rishikohej, do hiqej apo jo. Por në kushtet që jemi është zero. Dhe duke pasur dhe zgjedhjet para, mendoj që kjo kontratë është bërë që në ngradët i jetë sa më shpejt jetë mundur mundësisht para zgjedhjeve. Mund mos e bërë vetëm për në ngradën, mund të ketë një plan tjetër, po që mendoj që edhe në ngradën përfshihet. E para. E dyta është që kesh të arish deri atje. Edhe kushtet kur je kryeministër e ke shumë vështirë. Prandaj shtetet e vogla në përgjithësi ose shtetet që s'kan shumë. Ta se kam përmend asnjë në ngradë, po për në ngradën është ajo që tha Denisi. Do bojnë, Emiratet e Bashkuara Arabe do bëjnë çdo vit për atje. S'ka nevojë ata. Të gjithë lo bojnë këtu. Nuk mund ta këtu lo bojnë. Këtu turpi është që gjithë politikanë shqiptar bëjnë këtë dini nga mëngjes deri në darkë pjesë të muzë nisin. Fobia është më e rimathe, kupton. Kjo ndodh vetëm me këta. Nuk banalizohet thjesht në çështje parash kjo, se po tjetë për para paguaj Edi Rama 300 herë më shumë se Sali Berisha për atë punë. Por fakti që nuk e gjendo atë linjë, dhe po ta mbani mend kur Partia Demokratike mori pajtoi Kris Lasivitin, zoti Rama tha do ta shihni surprizën ju pristi. Pra duke lënë nën kuptohet që ai do merrte një kundërpart, pra një figurë po kaq të rëndësishme sa Kris Lasivita për fushatën e Partisë Socialiste, por nuk ndodhi. Dhe e kemi parë që duket që zoti Rama ka një bllokim me administratën e re të Shteteve Bashkuara. Dhe duket qartë që opozita nuk është më e izoluar siç ka qenë, sepse kemi rezolutat e Partive Popullore ku është brenda dhe Partia Republikane e Shtetet Bashkuara, disa rezoluta në mbështetje. Se takon as ambasador më Klod Berishën këtu e kanë tani? Po as ambasador s'ta takon më Berishën.
Po si mo Berisha po shkon vizita sot? Po le po çfarë po shkon, mos e shkon, nuk i shkon as i ambasador. Të bëj një në Evropë. Ore ishte izoluar deri dje, nuk shkon as i ambasador, as i ambasador, nuk e takon. Praktikisht kryeministrin hije, kryeministrin e pritshëm që quhet Sali Berisha, nuk e takon as i ambasador. Fare zero, as një pritje nuk është prezent. Pra zhvillojnë ambasador. Po vesh në takimin e Partive Popullore të Europës. Kjo tregon që është akoma është inkapsuluar nga statusi non grata. Demokratike është antare e Partive Popullore, shkon kryetari. Po pse s'kishte... Ishte kryetari. Pse nuk ishin ato rezolutat deri para 4-5 muajsh? Kush? Ato rezolutat që erdhen nga Partia Partia është një tjetër, shteti organizata politike është diçka tjetër. Organizata politike, siç është Partia Popullore Europiane, është strukturë politike, nuk është shtet. Kurse Italia, Gjermania, Britania, Franca kanë ambasadorë që janë përfaqësues shtetit. Bëjnë këto pritje, nuk shkon Berisha. Pse? Se është inkapsuluar nga pikpamja e statusit non grata që ka. Dhe pse Rama s'po e përmend, sepse intereson mos ta përmendi më tani, sepse është në një valë tjetër. Nuk është një gjë e këndshme me përmend kështu. Jo, po ai kishte refren, konvertoi non gratën me kënetën. Pra tani po përdor kënetën si thot më non grata. Pse e kishte më tani këto 6 milion thoshte non grata.